Është haram me punu, të pastroj shtëpi tek njerëzit që janë të krishterë dhe mbajnë kryqin në shtëpi. Ajo është problemi tyne, është punë tyne, ti s'ki punë me kryqin e tyne, ata le ta marrin për vete, ti e pastron shtëpinë, i merr parët, ke kontratën tane me kry punë, edhe kur gjë kërkuj. Por nëse ti që po pyetje femër, atëherë në Islam duhet me pas parasysh se femrës nuk i lejohet me shku nëpër shtëpia të huaja, edhe me qëndru e vetme, me punu e vetme. Nëse shko me bashkëshortin tanë, ose me dikon prej meshkujve të familjes, djali, vllau, baba. Nga ky aspekt i vetmis nuk lejohet me u vetmu me shkujt në atë shtëpi. Nëse janë femra në atë shtëpi, s'ka problem me shku me pastru. Edhe pse ma mirë mirës është femra muslimane, mos me punu fare, me punu burri për ta, me punu djali për ta, me punu vllau, me punu baba, ajo me rrit djalin e vet, çikën e vet, me eduku familjen e vet. Ky sistem me detyrimisht se cili me punu edhe femrat, nuk është i shëndosh. E di që keni me kritiku, por mbajeni në mend se në pleçni ju bjen mend, mastrikat e gjeneratave i bjen mend këtij populli se si muslimanët duhet një burr me mujt me rujt gruan e vet. Por gjithsesi nëse punon, e që puna parimisht nuk ka ndaluar për kana, mos ketë kuptomi, por nuk është opsioni më i mirë gjithmonë, me bën mod, veç me punu edhe s'ka. Nëse punon, atëherë kjo që ke përmend ti, parimisht shtëpitë e krishtera, kryqi, nuk prish punë kur gjë, s'ka puna, s'ka kurrë problemi inshallah.